Për shkak të çeljes së sezonit turistik që përkon edhe me zhvillimin e karnavaleve të Korçës, protesta e qytetarëve korçar në ditën e dytë të saj është organizuar me kufizime në fund të pedonale së qytetit. Zona ku mblodhen protestuesit ishte e rrethuar me shërita sigurie, por kjo nuk i pengoi ata të organizoheshin dhe të ngrinin një zë rithirjet poshtë qeveria. Policia ka qenë e pranishme në terren për të garantuar mbarvajtjen e situatës, si gjatë protestës ashtu dhe gjatë aktiviteteve të karnavaleve. Unë dash sepse Edi Rama e bëri Shqipërinë, sikur është Shqipliku i Kristaj Ramës, jo, Shqipëria është e shqiptarëve. Shiti Shqipërinë që nga veriu në jugë. Fëmijët i dërgovi në për kurbetre, edhe të rinj të janë larg Shqipërisë, pleqtë po vdesin në vetëmi. Më kujtua diçka që kemi mësuar që në fillore me Gjergj Kastriotin. Sa lehtë është të këputhësh të shash nga këto se s'dua të bëj tani e bëra. Shumë e lehtë të thyesh njërin, domethënë kur secili vjen me një kauz ose me ato ndasitë e mendimeve të secilit, por është e vështirë ose e pamundur të thyesh të gjitha bashkë. Dhe këtë kemi mësuar që në klasë fillore, dhe unë do dohesh pavarësisht gjithë kauzave të ndryshme, inatave të ndryshme që kemi gjithë secili, dhe me bindur ne jemi këtu një supë e madhe, një turli mendimesh dhe idesh, t'i lëm ato më një anë dhe të marrim së pari kauzën e tokës, sepse është me urgjencë. Kundrejt padrejtësive, kujdet dhunës që është truar ndaj tyre 15 vjet në pushtet, kundrejt padrejtësive që janë bërë ndaj bizneseve, nuk është vetëm zvërneci. Kundrejt zbrazjes të gjithave qyteteve në Shqipëri, ka ardhur momenti që Rama dhe Berisha të dalin në pension. Protestuesit u kanë bërë thirrje qytetarëve që nesër t'u bashkohen në numër edhe më të madh, duke theksuar se rrethimi me shirita nuk do ta ndalë zërin e tyre.